Antje, a beson se dhe roli vjeher është shumë i nevojshëm në raportin burr-grup. Për vetëm në arsye sepse vjehrat janë nona tona dhe për neve nona tona janë shumë shembull. Jo nona tona. E keq që mirë është nona jam edhe për mosh më e bukur në botë apo më e mirë në botë. Vjehrat e mira kanë ditë me majt nuset për veti. Për veti apo për djalin? Për shpinë. Okej. Kanë ditë me majt nuset për shpinë. Pse? Kanë ditë me këshillu mirë, me bo një nuset mirë, edhe që ka djalë që kanë thonë madononën, madonasi dhe e ka majt. Po flasim për kohët e përpashme. Në kohën e sotme, rasti vjeher është në zhdukje sipër. Pse? Sepse nusja fill ka me thënë a ka me jetu vetë, a jeton vetë, del me qira, edhe këshillën që dikur e ka marrë për mamit tema, për mamit grekut, apo për nanave tona. Po vjehrat e mira kanë ditë edhe djalit mi thënë? Po pra, mami jam, po flasë mami jam i ka edhe nuse tjera. Po mami jam është ajo që me djemë të vetë e luftan për me nejtë raport mirë me nusën. Dhe për këtë arsye po thëmë, isha në fillim vjehrat e mira. I vjehrat mira e në ato që i rinë kra nusës, e mbështesin nusën, po edhe djallë janë grejnë veshin. Po duhet me di që sot, që do di që na po flasin, nuse nuk janë shpi me vjehra. Ti e ki Prishtinën... Dhe më thonë, mungon aj, që me thonë, për pare o konë... Bazamenti... Apo të kujtohet lume për pare o konë destabilizator televiziorin që eshte shim, me na stabilizur rrëme. E qaj stabilizatori, so mo. Për këtë ashtë të rasti vjehra... Vjehra ka qenë fakt stabilizatori me stabilizu gjendjen, po... Ose me stabilizu ose me destabilizu. Ose me stabilizu, për këtë sotit, Lena jo grek. Dy rasti jënë gonë aty, ose stabilizon ose destabilizon. Femna, ose moshkulli, kur fillojnë rrugtim sanien, ata vetëm kur ja fillojnë me jetu, jetën bashk, munden me ditë, me kënë kanë bëjnë. A është dashni që ajo, të cilin na e ndjejmë për dikant që nuk e njofim. Në fakt, na nuk e njofim ato. A është ajo dashni? Jo, ajo është pëlqem, po na nuk di me shpresi pëlqem. Edhe na verbohemi për një pëlqimi. Qësh du me dashnë, dikon kër e kom pavish në televizion, e du me ishprej dashni. Ajo është një pëlqim, është një ego... Fiksim, a kuptan, një fiksim asi... Në fakt, për bjen që dashnia vërtet është vetëm mas shumë viteve. Jo. Mas njoftimit mirë. Mas njoftimit mirë, po. Jo, gëzemon e për ty jetë uroj me shpirë, po të thom tani, që ti të kjesh një jetë gjatë me grunë tënde. Amen. Por, një sen do të me ditë, ti a i që mangë këtë lidhja? Dëtë njën, Ajo, dëgjo, po pra, po... Një lidhje funksionan me plus edhe me minus, jo veç me minus. Kur një lidhje nuk vazhdo veç me minus. Dëgjo. Duhet edhe femna dhe mashkulli. Kur e thashen fillim njëri do të me shupe. Njëni do të me shupe. Po, njëri do të me